u rikthyem sërish pas një ndërprerje të vogël që kishim për efekt ndoshta të copyrightit, gjë e pandodhur më parë dhe të gjithë janë të shqetësuar për shkëputjen, u kthyem sërish, jemi së bashku, gjitha transmetimet live janë gjëra që ndodhin, kërkojmë ndjes secilit prej jush. Irma nuk na është bashkuar, por do të më bashkohet shumë shpejt. Sandri, mund ta njoftosh pak Irmën, ndërkohë për të gjithë dëgjuesit. Besoj që të gjitha mesazhet e tyre ne i kemi lexuar, komentet, duke qenë falenderues të cilin dhe duke kërkuar ndjes për këtë shkëputje të vogël që na u krijuar për shkak të një arsye të vogël teknike dhe na është kthyer sërish edhe e ftuara jon Irma. Sa mirë që u rilidhëm, thonë të gjithë dëgjuesit. Në transmetimet live gjëra që ndodhin, por për herë të parë ka ndodhur, ndoshta edhe për shkak të muzikës, copyrightit, që radio televizioni shqiptar i ka mbrojtur si duket me shumë forcë, edhe Facebooku i ka detektuar. Megjithse ne kemi të drejtën e autorit, e kemi këtu autorin. Ne kemi autorin këtu dhe dikush tjetër na pengon që të dalim jashtë programit. Nuk të duket pak Irma, nuk të duket pak ironike kjo? Nuk po shkelet asnjë drejt autorit. Mendoj që nuk është ajo arsyeja, nuk e di, mund të ketë një defekt teknik. Ja, për që platforma na hodhi jashtë për herë të parë, sepse ne po transmetonim një këngë për cilën copyrighti qenë kaq i rëndësishëm në këtë. Ndërkohë që ne autoren e kemi këtu dhe është pak nonsens, megjithatë, e rëndësishme është edhe një lloj testimi, sepse u indignuan shumë dëgjuesit dhe janë rikthyer po të njëjtët dëgjues sërish me ne për ta vazhduar më ngrohtësisht aty ku e lanë. Dhe unë mendoj që ti rikthehemi një tjetër momenti, meqense ishim duke dëgjuar diçka. Unë mendoj të dëgjojmë një tjetër poezi që do të vinë në 2 zëra, e dëgjojmë dhe i rikthehemi. Ëndra e fundit. Irma Kurti. Ti se dinën që na ditë të zymë të vjeshtë je shkëmbyer për një fije me dashurin time. A i hap shpejt po vind të tekun. Ti ishe nisur për udhtimin tënd, pa kthim. Po të takoheshit, do të ndieshe, sa e lumtur. Do ja merre dorën në tënden, me zë të prerë do më thoshe. Të lutem bi, më përkthe. Dua t'i them 2 fjalë zemre. Do të shikoje në sy gjatë. Do të shqiptoje. Pirim, të kam ndëruar si çdo nën. Ma duaj vajzën, është e urtë dhe e mbarë. Do të zbulosh, dal nga dal. Shpirti i saj është i madh dhe i turbullt si një oqean. U beson njerëzve dhe zhgënjehet shumë shpesh. Ndodh që ne të t'i gdhin pa gjumë, po ti e di këtë, e që them kështu. Të tregoj diçka. Ajo derdhlot për një fjalë. Kur nervozohet më mirë lërë në botën e saj. Mos e shqetëso, do t'i kaloj, do të qetësohet. Si deti i errët pas uraganit. Do të kthehet tek ti pastaj, më i qetë. Do të njohësh dashurinë që tok ju lidh. Përpiqu ta duash birë. Je me fat që e ke gjetur dhe nuk ta them pse kam vajzë. Su takua dot. Rruga jote ishte turbullt nga lotët e mi për udhtimin tënd pa kthim. Pas takimit, do më thoshe. Tani, le të vdes. Ëndrën e fundit e realizova vërtet.
Faleminderit të dyve. Irma, uroj që të mos jesh mërzitur për këtë shkëputjen që na ndodhi për herë të parë, na ka ndodhur kjo gjë dhe unë po ndihem si në faj për këtë gjë. Jo, të kërkoj ndjesë. Unë dua që mos jenë mërzitur dëgjuesit, jo, nuk ka problem. As pak dëgjuesit janë po të njëjtë, shoh tabelat këtu që janë rikthyer dhe janë me ne, gjithë kërshëri, gjithë sy e vesh, duke na inkurajuar që sa mirë që u rikthyet dhe u rilidhëm dhe u rigjendëm. Urimet më të mira për ju Moza dhe Sandri, për të ftuarën tuaj, miken dhe poeten e mrekullueshme Irma Kurti, suksese të pafund, urime dhe suksese nga Edmir Beqira, nga Xhemila Adili, nga mësuese Ildia, të shumë, dhe mesazhet e tjera më janë shkëputur se i përkasin pjesës së parë të videos. Kur kemi interpretuar këtë poezi, sigurisht që Sandri, duhet të rregullosh pak kameran. Jo, unë rregulloj kameran, por po më ankohen sepse thot që më del errore, pra ne në këtë rast nuk kemi bërë kondivizione për hyrjen e dytë. Atëre, po, ju mund të bëni kondivizionen për... Të gjithë ato që ndjekin vetëm tek ti tani. Dhe ju nuk mund të bëni dot kondivizion share tek faqja juaj në këtë moment, nga telefonat tuaj? Nuk na shkoi mendja ta bënim. S'ka gjë, nuk ka gjë. E rëndësishme është që ne e kapëm tempistikën, kohën e kapën shumë shpejt dhe nuk lam shumë në pritje dëgjuesit. Më hidh pak në backstage mu, lutem. Po patjetër. Atëre, Irma, shpeshherë kam një pyetje që ju a bëj poeteve dhe të ftuarve tanë për fuqinë dhe potencialin që zotron vetvete poezia. Ke menduar ndonjëherë, shpeshherë ajo ka bërë revolucione në kultura, në mendime. Ke menduar që edhe në shoqërinë tonë poezia mund të sjellë ndryshime të fenomeneve sociale? A është ajo një armë potente për të luftuar një fenomen caktuar, për shembull në shkolla bullizmin, apo a mund të edukojmë përmes saj? Domethënë, e kam në kuptimin që a ka ajo forcë ende për të ndryshuar dhe për të reformuar kultura dhe fenomene? Unë mendoj që poezia ka vërtet forcë, ka një forcë magjike. Poezia lidh poet nga e gjithë bota, krijues nga e gjithë bota, ajo i ka përcen kufit dhe na lidh dhe na nje edhe me fatet si thua, na lidh me mira njerëz të tjerë. Në qoftë se ne si thua, vargjet tona do të bashkohen, atëherë këto vargje do të kenë forcë akoma më shumë. Unë mendoj që ka fuqi, por kur ne të gjithë të trajtojmë, t'i japim këtë liri, këtë hapësirë poezisë që të trajtojë tema të rëndësishme, patjetër. Pra që mos nalemi vetëm në tema të sipërfaqshme. Sot në shoqërinë e sotme, ku problematikat janë vërtet të mëdha, kur siç po thoni edhe ju, bullizmi, lufta, krimi e tjerë, poezia nuk duhet të jetë një poezi e prish, por duhet të jetë pikërisht forcë për të bashkuar zemrat dhe për të përhapur dhe për të promovuar paqen në botë, edhe në ambientin ku jetojmë, po edhe në botë. Unë mendoj që poezia e ka këtë. Po kur ne të gjithë të bashkojmë zërin, të bashkojmë vargjet tona dhe t'i japim jetë pikërisht kësaj ideje për në vargjet. Irma, gjatë përkthimeve të poezive tuaja apo të shumë kolegëve dhe poetëve të tjerë, sigurisht që ta përshtasësh në po themi në kultura të ndryshme, ka konotacion ose ka ngjyrim ose ka përshtatshmëri bazuar mbi kulturën e atij vendi. Për shembull, koncepti i dhimbjes. Me kë ka ardhur në një lloj ngjashmërie me atë tonën, me atë shqiptaren, poezia e përkthyer, ku ka ardhur më gjetur në kulturën e një X vendi që ti ke përkthyer? Ku ka qenë më e pranë? Unë atëre Moza, unë kam fatin si thua që punoj çdo ditë me poezinë. Punoj me poet shqiptar, punoj me poet të huaj internacional. Unë them që dhimbja, loti ka një gjuhë universale.
Mendoj që kam patur poet, kam zbuluar, duke punuar, kam zbuluar poet të mirë, shumë të mirë, dhe për mua një poezi është e mirë kur më jep emocion, kur provoj drithërim. Ajo është një poezi e mirë për mua. Mendoj që dhimbja, për shembull, dhimbja ka një gjuhë universale, ashtu si dashuria. Unë për shembull kam përkthyer një poete kanadeze, si thuash, pjesë e punës sime rutinë të përkthyerit, dhe kam lexuar një poezi që ajo e kishte kushtuar mamas, që kur e lexova për herë të parë, domethënë mund të kishte disa fjalë që nuk arria, domethënë për momentin në leximin e parë nuk e kuptova anglisht, por më rënqefi, më krijoi emocion dhe më drithëroi. Prandaj them që edhe dhimbja, edhe dashuria ka një gjuhë universale. Nuk mund të thotë që dhimbja është e tillë, dhimbja e dikujt që shkuan në Amerikë apo në Kanada është ndryshe nga dhimbja ime. Dhe vërtet poezi të tjera kam një autore amerikane indiane që quhet Kalpna Chitnis, një poete shumë e mirë, me përkthimin që i bëra në këtë vit fitoi çmimin e parë me përkthimin e një poezie, me dy poezive, po me një poezi më shumë pak. Të njëjtën gjë do thosha edhe për atë, dhe ajo poezi mjaft të bukura, lirika për dhimbje, pra për nënën, po jo për rritjen e nënës, për mentalitetin e tyre, për ato shpresat që kishte nëna për atë vetë, ndërkohë ajo si thua e zhgënjeu sepse e kërkoi dashurinë, ndërsa gjithë fisi kërkonin diçka tjetër atë. Dhe edhe aty, domethënë janë poezi, janë poet ndërkombëtar, janë poet që kanë siç thua ti background tjetër, kulturë tjetër, por që arrin përmes këtyre temave dhe trajtimit dhe gjuhës së poezisë të emocionojnë në të njëjtën mënyrë. Irma, më dëgjoni, po? Po, dëgjoj. Okej. Poezia para 90-s, poezia pas 90-s. Mos ndoshta ka një frenim, mos ndoshta sot në këtë fluks të egzageruar të ditë për ditë, faleminderit gratë se Dio kur i thonë lindin poete, shtypen, botohen, publikohen. Çfarë drejtimit po merr poezia sot? Poezia shqiptare sidomos. Atëherë janë dy epoka të ndryshme, sepse dihet atëherë ishim aq të mbyllur dhe aq nuk ishim as pak të lirë, ishim të burgosur dhe mendimi ishte i burgosur, ishte pamundur të shpreheshe lirisht, por ndërkohë dua të sjell këtu edhe faktin se sa vuanim për të parë një poezi të botuar atëherë. Atëherë kur shikonim të botuar poezinë, duket sikur kisha arritur qiellin. Domethënë sepse kishte politikat e përzgjedhjes, duhet prisje muaj të tërë e tjerë. Sot ka një fluks të jashtëzakonshëm, është tepër Duja të meritoje, apo jo? Patjetër, kishte përzgjedhje, kishte kritere shumë të rrepta. Kështu që në momentet që të përzgjedhje, në momentet që ti botoje, të duke vërtet një fitore, një arritje e jashtëzakonshme, sepse ishte, sepse sot mjafton të njohësh Bujar Hudhrin dhe je bërë poet laureat. E thash unë me emër dhe mbi emër. Sot mjafton të njohësh atë dhe ti je poeti më i mirë, poetja më e mirë. Mjafton ai të botoj një cikël. Unë nuk prononcojmë sepse unë kam kohë që nuk komunikoj me Bujari, nuk e di, mi ka mbyllur të gjithë, dyert nuk e di sepse. U prononcova unë se ka 8 muaj që i kam nisur në mail një cikël poezish dhe nuk kam as edhe një lajm nga ai të thoj poezia jote është skandal.
unë nuk ta botoj. E di pse u çudita Aleksandër? Sepse ky emër domethënë është një hapi për mua, është një çudi, sepse në qoftë se ti ke 8 muaj, unë kisha vite që e kam kontaktuar dhe nuk më është përgjigjur asnjëherë dhe nuk e kam kuptuar asnjëherë, është një enigmë, që pse nuk më është përgjigjur për diçka thjesht për të botuar një cikël poezish edhe unë. Kto janë habit dhe mrekullitë shqiptare. Ka shumë mundësi që domethënë jemi jashtë klaneve të tyre, mendoj unë, sepse e kam thënë vetëm disa herë, se nuk ditjem, unë kam botuar me të para shumë vitesh, në 92-shin, në 94 kur botova librat e parë. Pastaj ka shumë mundësi që ne jemi larg klaneve, jashtë këtyre hatërllëqeve, tarafllëqeve etj. Kështu që kjo është arsyeja, se unë nuk kam se çfarë arsye të gjej tjetër. Kështu që për fat keq sot është shumë e lehtë të botosh, jashtëzakonisht e lehtë, por nga ana tjetër, përsëri ka gazeta ku unë për shembull nuk arri dot të hyj në shtypin shqiptar, sepse siç e thash më sipër, më kanë përjashtuar, nuk e di sepse, nuk e di se çfarë kam bërë, por ky lloj zgënjimi, Irma, që të ka detyruar të heqësh në të gjitha këto eventet e kulturore të ndryshme, je pak e tërhequr. Është pikërisht ky zgënjim ndoshta që ke marrë? Atëre, Moza, nuk është thjesht fakti që 2-3 gazeta, disa gazeta, si thua, mi kanë mbyllur dyert. Është fakti, po, kam provuar dhe provoj shumë zgënjim jo nga politika shqiptare, por nga, si të thuash, nga politikat e botimeve, e dhënies së çmimeve shqiptare. Për arsye sepse jam gjendur gjithmonë jashtë listave të përpiluara shqiptare, të poetëve shqiptarë, unë nuk ekzistoj. Atë duket e drejtë që janë shpallur fituesit e panajirit, po hap panajiri akoma. Është për të ardhur keq, Aleksandër, është për të ardhur keq që këto politika vazhdojnë akoma. Unë kur kam ardhur në Itali, ju betohem, një nga shkaqet kryesore, unë nuk kam pasur probleme ekonomike. Në Shqipëri kam patur gjithmonë punë të mira, kështu që nuk kam ardhur për arsye ekonomike në Itali. Unë një nga arsyet kryesore pse kam ardhur në Itali është sepse ndihesha e përjashtuar. Asnjëherë ndihesha e përjashtuar në pasionin tim, që për mua ishte jeta të shkruarit. Kështu që ndihesha e përjashtuar nga klanet, nga të gjitha ato që përmenda më lart, nga prapaskenat, kam pasur prapaskena, më kanë hequr tekstet nga festivali, ose tekstet e mia e kanë vënë emra të tjerë, jo emrin tim, pra tepër e zhgënjur. Dhe ajo që më krijon dhimbje dhe indinjat sot, është pikërisht fakti që kjo politikë vazhdon, që nuk ka asnjë ndryshim, që unë nuk jam në listën e autorëve deri më sot, jo vetëm që nuk përmendem asgjë Kundi, sikur kanë vdekur, s'ka gjë se një është në botë. Irma. Jo, një sekond ta ndryshoj, ta mbaroj, më fal. Jo vetëm që s'përmendem asgjë Kundi në asnjë listë, por nga ana tjetër nuk kam përfituar në thonjza asnjëherë një fond nga Ministria e Kulturës për të më përkthyer një vepër time. Jam e lumtur që çfarë kam arritur vetë. Kjo është lumturia më e madhe për mua dhe sfida më e madhe. Por është sidoqoftë një pjesë që ka të bëjë me Shqipërinë time, që kur e mendoj më indinjon sot e kësaj dite. Natyrisht unë në të përditshmën time mundohem të përqendrohem tek pozitiviteti, tek gjërat e mira, të bukura, tek ato që arri me punë dhe thjesht, por jo në atë pjesë shqiptare që më mërzit së tepërmi. Sepse është një gjë që ka të bëjë, si thua, të lënë në hije ose të harron ose nuk është e drejtë, sepse faktikisht mendoj që vepra ime duhet flasë, ose të paktën vepra ime nuk u lëret, por të paktën një mesazh duhet ja kishe çuar, nuk e di. Ministrisë Kulturës, institucioneve, listave që përpilohen, por për mua ato lista, siç kanë qenë në monizëm, vazhdojnë të jenë akoma, prandaj unë nuk jam akoma
nuk ekzistoi akoma në asnjë nga listat. Irma, mentalitetin dhe shtetin e bëjnë njerëzit. Dhe njerëzit jemi ne. Okej. Po. Tani, pse po ta them këtë? Sepse sot më ka takuar të lexoj një gjë sa groteske, sa qesharake, sa banale, sa ironike, sa ofenduese. Të një romancierit shqiptar, që para disa vitesh Ministria e Kulturës i jep çmimin e parë si libri më i mirë. Dhe ai sot bën një postim që thot lista e librave që do blen në Panajër dhe fut 5 persona të siguruar, unë nuk du të them se kush janë ato persona. Po. Dhe ironia e të gjithë ne të tjerëve, të vegjëlve që i themi, okej, kur të vish do të dhuroj librin tim, inshallah kam bet në i kopje. Dikush tjetër i shkruan, pa tjetër, do të dhuroj unë librin tim dhe të një shoku tim tjetër. A e kupton që kjo situatë, kjo lloj ironie, kur merret nga ky personi, që ky personi jemi ne, jemi institucioni, ka qenë fitues i çmimit kombëtar për romanin më të mirë vite përpara, denigron deri në këtë lloj banalitetit me një cinizëm sepse është bërë komercialitet gjithçka. Andrej, gjithçka është bërë komerciale. Që bën një listën e 5 personave që ai do blej librat. Së paku dritarja jon ka bërë këtë që ne nuk mund ta bëj në heshtje atë blerjen e librave. Nuk mund ta bëj në heshtje për çefin e vet. Jetojmë në këtë botë paradigmash edhe jetojmë në këtë botë ku komercialiteti është shtrier. Pra më unë përqafoj mendimin 300% të Irmës që thot, kjo është Shqipëria ime. E me gjitha të brënda kësaj Shqipërie Irma, ti ishe në Milano. Bën një artë të pasër dhe një artë të Moza. Irma, ti ishe në Milano sepse kishte ftuar mundet me një asnjeri edhe pse jetoj në Itali. Nuk më ka ftu deri më sot as kurkush. Kam edhe unë 7 libra të mit, 15 nga kjo, asnjë nuk e di që ekzistohet. Në Shkodër nuk më një asnjeri. Por më kërkojnë pasaj poezit për ato antologjit e tjera e tjera. Jemi ne. Kështu që mos u çudit me këtë Shqipërinë. Sandri, po të sjell një panoram tjetër unë. Po. Ekziston ajo. Po edhe jeta është e përbërë nga e mira dhe nga e keqja, nga e bardha dhe nga e zeza, nëse ke parasysh ato shenjës. Janë komplicita me njëra tjetrën. Atëherë, ka shumë njerëz të sakrificës që e bëjnë artin si që bëjmë unë edhe ti. Ne bëjmë një art që nuk paguhet, por paguhet vetëm me shpërblimin moral të një falenderimi që marrim nga të ftuarit edhe nga gjithë impresionet pozitive të komentuesve dhe të ndjekësve tanë. Përderisa unë e ti e bëjmë me kënaqësi, mos e quaj sakrificë. Hiqe fjalën sakrificë. Sepse unë e ti e bëjmë me kënaqësi këtë punë. Patjetër, është për kushtim dhe detyrim devocion, madje të në gradë më të lartë devocion. Sikurse është edhe Teuta Sadiku. Unë e përmenda në fillim të emisionit dhe lejo më një të lexoj një letër të saj për të treguar faqen tjetër, antagonizmin e asaj që sa Sandri me të drejtë ngriti dhe në këtë javë festivalit të librit të një feste të madhe që bën bashkë distribuesit, ndeshim koncepte të tilla që ta heqin gjithë atë entuziazmin për të shkruar. Ne të gjithë tashmë fillojmë dhe shkruajmë për kënaqësinë tonë më shumë se sa për ta shitur librin, sepse jemi të gjithë dëshmitar të asaj që asnjëherë nuk i shesim dhe nuk nxjerrim shpenzimet personale që bëjmë për të bërë daljen e librit në shtëpi. Moza, ti e di që libri tim nuk kam dashur t'i vë çmim.
Unë e di shumë mirë këtë, sepse aty janë të destinuar të gjithë që ne të shkojmë drejt asaj gjëje. Por ne ndoshta hym tek njerëzit realist. Dëgjojmë pak. Mos humim vëmendjen nga përse jemi ndodhur. Të utës. Letër përshëndetje për përkthyesen, poeten, gazetaren Irma Kurti, të nderuar moderator të emisionit, dhe ju dashamirës të emisionit, dhe ju dëgjues të poezisë. Sot kemi kënaqësinë të ndalemi te bota poetike e Irma Kurtit, ku çdo varg është një dritare drejt shpirtit, një pasqyrë ndjesive që shumë kush i ndjen, por pak i artikulon me kaq sinqeritet dhe mjeshtri poetike. Në krijimtarinë e saj, vetmia nuk është mungesë, është bashkëbisedim me veten, një udhtim i brendshëm që ndriçon hije dhe dhimbje. Te pantoflat e vetmisë, çdo imazh, stoli bosh, sipari që ul me mundim, aktorët që u kthyen në shtëpi, na kujton se jeta shpesh është teatër i hipokrizisë. Ajo që tha Sandri. Dhe ndërsa bota largohet, njeriu gjen stret e vetmia, te natyra, te heshtja e brendshme, ku shpirtit i jepet hapësirë për të marrë frym për të krijuar. Irma Kurti gërsheton kujtimet, mallin, gënjimet me pasionin për poezinë, duke bërë që dhe humbjet më të thella të shndrohen në dritë dhe melankoli, të shndrohen në bukuri artistike. Tek poetja Irma Kurti, humbja e njerëzve të dashur, mungesa e misive të sinqerta, bëhen vargje që dridhen nga nostalgjia, por kur pa shpresë. Natyra në çdo imazh të saj bëhet bashkëbisetuesi i heshtur dhe strehimi shpirtëror. Është harmonizimi i dhimbjes dhe bukurisë që e bën poezinë e saj të gjallë, të prekshme dhe universale. Vargjet janë të thjeshta, por të fuqishme. Ritmi i tyre është frymëmarrja e shpirtit dhe figurat artistike të përzgjedhura, imazhe dhe portrete që flasin më shumë se çdo fjalë. Poetja na tregon se edhe botën e ftohtë dhe të larguar nga emocionet ekziston një vend ku ndjenja, kujtesa dhe pasioni për artin mund të bashkohet në harmoni. Poezia e saj është udhëtimi i brendshëm dhe dritë në errësirë, një ftesë për të reflektuar mbi vetmin tonë dhe për të kuptuar si vetmia kur përjetohet me ndjeshmëri, bëhet mjet për të kuptuar dashurinë, natyrën dhe artin. Sot këtu në emisionin Ora Poetike me Mimozën, kemi privilegjin ta njohim këtë botë poetike dhe ta falenderojmë autoren që e ndan me ne krijimtarinë e saj me kaq sinqeritet. Qoftë kjo një letër mirënjohje dhe përshëndetje për të, për poezinë e saj, të lexues që gjen në vargjet e saj dritën që ndriçon shpirtin. Ju uroj suksese në përkthime dhe në krijimtari të tjera. Nga Theuta Sadiku. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Kjo është një sintezë e letrës Theutës, pasi ajo në portalin Fjala e Lirë sot ka bërë një përshkrim më të gjatë në krijimtarin e filmës. Po, falenderoj shumë. Atëre, të shplodhemi pak, sepse dhe minutat po na ikin, unë dua të vendos dhe 2 video poezi dhe minutat ne mund ta zgjasim akoma 2 orë. Kemi filluar programin tjetër. Irma po ndjet si në shtëpi vet. E vërtet. Radiografia e jetës sime. Irma Kurti. Kjo është radiografia e jetës sime. Asgjë s'mund t'i shtoj apo t'i heq. Do të gjeni lot, gëzime të lira. Fjalët janë të ralla. Kush e di pse. Tingujt e jehonat që vinë nga larg, si një ëndër e frikshme në përnet, përfaqësojnë zërin e iluzioneve. Ai thyhet por si xham në miliona pjesë. Njollat e bardha që ngjajnë me ret, tregojnë vuajtjet e mia në atë burg, vështirësitë që më bën të braktis familjen dhe tokën time gjithashtu. Në një çast e mora jetën ndërtuar. Thira, duhet të shpëtoj patjetër. Emigrova. Shumë nga plagët e vjetra u zhdukën, por të tjera kanë mbetur. Dikush nga ju më pyeti nëse unë tani ndihem e qetë, e shëruar gjithashtu. E jo, përgjigjja nuk është as pak e lehtë. Nga nostalgjia nuk shërohesh kur.
Me sa di unë, Irma, kjo është një nga poezitë më të preferuara tënde, sepse u shpreh në vargje diçka që pohove pak më parë. Ishe e detyruar të largohesh. Dhe thirre fort me forcën dhe grindën e shpirtit që një realitet tjetër ndoshta është bërë vendi i dytë, adheu i dytë për ty të ofroj diçka më shumë, atë çka ky vend të përzuri. Ke menduar ndonjëherë që të kthehesh? Jo, nuk kam menduar. Nuk e mendoj, për arsye sepse atje nuk kam njeri, s'kam askënd, që njerëzit e mi, familjen time, motrat i kam këtu, kështu që nuk e kam menduar asnjëherë. Jo, nuk e kam. Jeta ime tani është këtu. Jo, nuk e kam menduar. Kjo poezi më pëlqen, Moza, sepse ka lindur, ka qenë një periudhë, gjë nuk e di se e ke vënë re ti, Aleksandër. Vite më parë bëheshin shumë prezantime libra, shumë takime. Tani, që nga koha e pandemisë nuk bëhet asnjë lloj gjëje. Këtu, jo vetëm në Shqipëri përmendëm institucionet, po këtu edhe disa shoqata që janë shqiptarësh, ftohen vetëm midis tyre, ftohen vetëm ata që janë aty brenda në shoqata, pastaj të tjerët nuk ekzistojnë. Kështu që unë mund të kem shumë vite që nuk bëj fare takime. Kjo poezi ka lindur, ishte një periudhë përpara 2019, 2018, 2019, kur bëja çdo vit gati 7-8 takime këtu në qytete ndryshme të Italisë, në biblioteka etj. Dhe lindi si rrjedhoi atij dialogut që ne poetët, ne krijuesit kemi me publikun. Ata kurioz që pse kemi ardhur, çfarë arsyesh, si ishim atje, çfarë na shtyu të largoheshim nga Shqipëria. Kështu që unë në atë kohë përpara pandemisë kujtoj me madhe, shikoj që ka një ndryshim shumë të madh me realitetin sot, i krish edhe këto aktivitete, ky interes që kishte për librin. Sot, siç e thash edhe më parë, mund të kem një 5-6 vite që nuk bëj një prezantim libri dhe është për të ardhur keq. Sepse shoqatat këtu tani, ata që bëjnë ato organizime të vogla, gjithmonë kur ka shqiptar, vazhdojnë akoma me nisirat, grupet, ata që janë antarë ndoshta, kurse të tjerët bëjnë vetëm festat, ahenjet, dhe për të ardhur keq, pastaj librit i lihet shumë pak vend, shumë pak rëndësie. A e kupton, Irma, që e kupton tani pse unë ndjeva jashtëzakonisht shumë bukur në momentin kur jemi njohur dhe kam pa programin e Mimozës dhe kam hyrë si bashkëpunëtor, si ndihmës, si të tjerë, sepse në një farmaset në 35 vjet që jam këtu doja të kontriboja në diçka që të mos ishte kret private, që të mos ishte kret e imja, thjesht shkruaj diçka, por e ndjeja që kisha gjëra për të thënë, për të bë, edhe i bëjmë me shumë kënaqësi, i bëjmë me shumë kënaqësi, pavarësisht ne mbarojmë programin sot, të nesërmen në takon që të fillojmë punën për të ftuarin tjetër të radhës. Programin tjetër të gjesh 50 njerëz, 50 miq, 50 poet, 50 shkrimtar, nuk është e thjesht sepse është çdo javë që bëhet programi. Por ajo që the ti, që të rrish kot në qoshën tënde pa basi gjatë, sepse të tjerët pastaj bëjnë nga këto demonstratat të tilla, është për të ardhur keq. Është për të ardhur keq. Megjithatë, secili përpiqet ajo ishte një përpjekje shumë pozitive jotje që çoi në një konsolidim më të bukur të këtij emisioni. Na bëri bashk poet nga brenda dhe jashtë Shqipërisë për të lënë pse jo një mendim apo për të përplasur dhe për të dialoguar apo për të gjetur veten dikush, edhe pse jo edhe për të ngushëlluar, pse jo dhe për të premtuar që gjërat mund t'i ndryshojmë duke u bërë bashku. Atëre, unë e kuptoj shumë mirë shpirtin tuaj,
krijues dhe edhe ju keni gjetur një kanal komunikimi me lexuesit. Këtë e bënin përmes ftesës që i bëni autorëve të ndryshëm. Vërtet jeni për të përgëzuar sepse unë e di se çdo të thotë që çdo javë të kesh një krijues. Domethënë është një punë sikur ti je punësuar, një punë e vërtet, sepse të duhet të informohesh, materiali, etj, bashkëbisedimet, videomontazhet, etj, është tepër e vështirë. Jeni vërtet për të përgëzuar e para për këtë iniciativë që dhe dyta fakti që unë për shembull flas për mua, është e parë që ndjem kaq mirë në një ambient kaq të ngrohtë, kaq të sinqert dhe pa ushtirur as pak. Është tamam sikur jam me miq, nuk kishim takuar asnjëherë më parë, po vërtet të ndjesh kështu është vërtet fat. Edhe jam e lumtur edhe që ju njoha ju edhe nga ky aspekt. 2 krijues edhe 2 miq. Irma. Në fakt është reciproke. Gjitha kjo është një klim që krijohet në mënyrë reciproke. Është edhe ngrohtësia që na vjen së jashtëmi, edhe nga këta dëgjues të mrekullueshëm, cilët na motivojnë hera nga hera që neve gjithmonë ta ngrejmë pritshmërinë e tyre. Asnjëherë mos ta ulim. Kështu që edhe prezenta jote sot është një prurje shumë e bukur për ta. Sandri, unë doja të bëja edhe një pyetje Irmës. Po, më mbaroje. Jo, doja bëj unë këtë pyetje. Mjaft. Ke një regjistër që bën pyetje vetëm ti. Po, Aleksandri vetëm hesht, e kam parë, nuk flet fare, kështu që ka drejt. Nuk ka folur. Dhe nuk ka vënë re që koha ka kaluar dhe unë nuk dua që ky video të na shuhet. Prandaj duhet të ecim pak me ritme, Sandri. Okej. Ma dogje pak atë pyetjen, sepse më thaj që ke mbi 5-6 vjet e tjerë që komunikimi me Shqipërinë është pothuajse gati zero. Sepse doja të thoja, a e ke menduar ndonjëherë që dikush mund të propozonte laureat një vit që mund të ishte X, nuk ka rëndësi. Po nuk e kam menduar, Aleksandër, sepse unë duke qenë se nuk ekziston asnjë listë, lista e finalistëve nuk mund bëhem direkt laureate, kështu që ka shumë mundësi që nuk e kam menduar asnjëherë. Për laureatin që është këtë vit. Për laureat. Për laureatin që është këtë vit, kemi në i lejmë. Vetëm nga unë mos i prit lajmet, Aleksandër. Jam jashtë. Megjithatë, le të shpresojmë që në panajir ndoshta poetja laureate të organizoj diçka më të bukur, një fest ndryshe për librin Angazhime të reja e presin, një antologji e madhe, sikurse është detyre çdo poeti, çdo laureati. Le të shpresojmë që dhe ajo do të sjellë një ndryshim dhe një klim të re ndoshta. Le të shpresojmë. Ti, Sandri, ke lajme në këtë drejtim? Po më duket sikur është informuar nga ajo që shikoj. Mezi po pret që ta thot. Aleksandër. Unë di që ka një heshtje totale, di që duke u pas parasysh angazhimin e laureatit që ishte përpara dhe poetës tonë këtë vit, o këtë 2 vjet, se si i takon, pyetja më bëhet që më vjen e tillë, në qoftë se ajo nuk është kurkund në këto entet sociale, siç janë Facebooku, promovimet e tjera, që nga do e krijoj atë antologjinë e famshme, librin e famshëm pas 2 vjetësh. Apo gjithmonë do shkoj edhe ajo, më falni, si ai romancieri që përmenda unë me 5 emrat sigurum, sepse qëllon në shenjë. Po ka mundësi që lista është e njëjtë, lista e pjesëmarrjeve në antologji. Mos mendo ashtu si lista e emrave të poetëve që është standard, nuk ndryshon nga viti në vit, i poetëve më të mirë, mendoj që edhe lista e antologjisë mund të jetë gjë e përpiluar, Aleksandër, kështu që mos u shqetëso. Dëgjojmë një poezi tënde ne? Më mirë se janë shumë të thella këto, nuk ja gjejmë fundin asnjëherë.
Zëryt nuk mbërrin atje. Irma Kurti. Se di nëse do t'i kthesh kësaj historie. Ashtu si një libri kur sërish e shfletojnë. Nëse pa dashur do të shpojnë gjëmbat, teksa lulet dhe pranverën kërkon tek ajo. A thua do të të ngrosi diell kujtimi saj, do duash të rjetosh me mendje çdo stin, apo dielli do duket i ftohtë i zbet, ashtu siç ndodh kur fsheu pas reve rri. Do të ndihesh mall, dashuria boshllëk. Apo do të ngjaj veç një histori e harruar. Do të më kërkosh në vargjet që kam lënë, o do t'i quash të trishta, do i flakësh tutje. Nëse do të më dëshirosh ashtu si atëherë, zemrën e trupin me njëri tjetrën të ndajmë. Ndoshta për një qas do harrosh ku gjendëm, me siguri do të më thërrasësh me zot të lartë. Do kalojnë minuta, e ti do të shqetësohesh për mua, që në takime zëvonohesh akur. Mjegulla dal nga dal do nisë të rallohet, e vuajtja të gjitha mendimet do t'i mund. Do të kujtohesh jam larg, në parajs, të kisha thënë, për mua mos u trishto. Ka mundësi zëryt nuk mbrin gjëra tje, e as një mjet transporti, tek ti, s'më sjell dot. Kam të drejtë, jo për komoditet, por këto gjërat tona janë vërtet antistres. Bravo Moza, bërë shumë të bukur, kurse pas videomontazhet fantastike. Do të kërkoj ndihmë në të ardhmen, Moza. Patjetër që po. Tani që zbulova. Tani që të zbulova. Ura është ur lidhje janë. Është një ur komunikimi. Ne kemi të kaluar në fakt kohën, si pa kuptuar, vim në atë momentin që Irma tha, po çfarë do bëjmë 2 orë? Dhe në fakt, më duk shumë 2 orë të mjaftojnë asnjëherë për një personazh si ti, Irma, që ka shumë gjëra për të thënë, dhe modestisht I keni shpalosur vetëm duke I cekur ato majrat dhe jo duke hyrë në thellësinë e tyre. Dhe me të drejtë dëgjuesit thonë, na e therrisni prap Irmën, sepse ka ende gjëra për të dëgjuar prej saj. Edhe dëgjuesit nuk vjen më. Atë nuk e di. Siguroj dëgjuesit që nuk vjen më. Absolutisht mos e thuaj këtë, sepse asnjë gjë nuk është absolute, çdo gjë është relative, apo jo Irma? Nuk I dihet që mund të themi për një problematikë. Talëm që të kaloj pak kohë, sepse mërziten. Ky është oportunizmi. Jo, do mërziten me melankolinë time, kështu që të lëm të kaloj pak kohë, pastaj e shoh. Kjo është ajo ideja që ka menduar edhe në qeshor, që inshallah ky do harrojnë nëntor. Në fakt, Irma ka edhe një cilësi tjetër që ka bërë dhe gazetaren. Edhe në përmbylljet e emisionit, unë në fakt do t'i thoja, nëse Irma do të bënte një editorial sot, çfarë titulli do t'i vinte këtij emisioni? Aja. Emocioneve në këtë emision. Aja. Do me thënë, dikush që mund të dëgjojë thonë kjo me sot, po I kërkon komplimenta. Come li chiamano in Italia, come li chiamano questi qua? Jo, po mendoja nëse titullin duhet ta gjejmë bombastik që të shitet gazeta apo një titull I zakonshëm. Come li chiamano in Italia queste persone che fanno quelle proposte? Come li chiamano? Dici tu allora? No. Io no. Emocion I shkrirë në poezi dhe tingull. Ja pra, është më e thjeshtë se ajo që mendove ti Sandri, se unë nuk kërkova asgjë, unë kërkova thjesht të di si është ndjer Irma në emision. Duhet korrigjuar pak titulli, se I tingulli na holli poshtë. Jo. Ishe një gjetje e shpejtë, po të rritë me dojë mund gjetje. Jo, I tingulli na holli poshtë në programi, thash.
Jo. Për pak kohë, ishte pak kohë. Ishte shumë pak kohë. Besoj dëgjuesit na falin. Dhe disa emocione e tingulli na hodhi poshtë, po i shumë pak ishte, ne nuk kemi marrë izoluar minutat. Kemi disa mesazhe të fundit dhe unë nuk mund të lëm miken tonë e cila na ndjek vazhdimisht dhe na promovon dhe na mbështet dhe na motivon Donika Gjoni. Mirëmbrëma dhe ju përgëzoj për personazhin e përzgjedhur për puntatën e sotshme, një poete e mirëfillt dhe me potencial të admirueshëm për secilin moshë dhe secilën gjini. Suksese, komplimenta stafit për drejtimin dhe angazhimin tuaj sa dashamirës, po aq artistik dhe profesional. Ildie Xhemali, të njohin shumë shtëpi botuese në vendet evropiane, Irma. Është momenti ku Irma thot nuk po njohin në Shqipëri. Preng Maca, ju përshëndes zonja Mimoza dhe Aleksandër për drejtimin e një emisioni nga më të veçantët në Shqip. Suksese poetes Irma Kurti. Lumturisht e gëzuar sot për gjithë këto reflektime pozitive. Lumturi dhe miri. Na kënaqet Mimoza, Aleksandër dhe Irma. Almasino, super emision. Irma, një poete e mrekullueshme me shumë vlera. Tër Elbasani është bërë bashkë sot dhe po na përshëndet dhe po na mbështet. Faleminderit. Marieta Katro Rapaj, urime për emisionin e bukur të ndjeshmëri të holla njerëzore, suksese Irma, Kurti e mrekullueshme. Mimoza Eliona Osmani, përshëndetje emisionit tuaj, interpretim shumë i bukur, suksese për zemërta, për poeten e talentuar Irma. Nezi Plaku Vela, ju përshëndes Mimoza, Aleksandër Shalvari dhe poete Irma. Një emision ku flitet pa doreza përveç poezisë për realitetin e hidhur që helmon dhe bret shpirtërisht poetin, urime në vazhdimsi. Fal këtij ngacamanin që kemi këtu në emision ne. Sonja Kukushanel, këtë e thashun. E vërtet. Sonja Kukushanel, përshëndetje Aleksandër dhe Mimoza, uroj suksese për emisionin shumë të bukur. Mimoza Eliona Ismani, më pëlqen shumë zëri brilandi Aleksandrit, që çdo poezi e jep ngjyrime dhe dimensione të tjera. Sa i bukur është teksti. Lexo, komplimente që bëjnë për ne, mos i lexo. Jo, shiko, ato janë gjëra që duhen thënë, unë jam transparente. Unë jam edhe të mirat edhe të këqijat që i shkojnë. Në fund na shërbejnë për të korrigjuar. Elisabeta, vajza ju bashkë me Aleksandrin na i bët speciale këtë mbrëmje sot, ju përshëndes. Korça Bibiana, respekt për emisionin e bukur dhe urime pafund Irmës. Vërtet falenderues për secilin prej tyre që kanë lënë gjithçka në këtë orë të vonë të pasdites apo të mbrëmjes, si mund ta quajmë sipas orareve që kemi në shpërndarjet gjeografike që i përkasin. Irma, unë e kuptoj, e ndjej, e shikoj të rrezatuar tek ti komoditetin edhe gjithë dashamirësinë mikpritëse të këtij emisioni edhe të dëgjuesve të mrekullueshëm. Nëse do t'i drejtoheshe lexuesit, po themi vetëm me një fjali të fundit, çfarë do t'i thoje? Të mos rreshtin kurrë së ndjekuri ëndrat e tyre. Faleminderit, edhe unë do t'ju thoja që të mos rreshtin kurrë së ndjekuri këtë emision ku përcillen jo vetëm mesazhe artistike, letrare, ngacmime shpirtërore, por njëkohësisht mesazhe humane, sikurse ishte kjo e fundit, sa po e thënë nga Irma. Në fundit jemi ne ata që e krijojmë botën përreth. Jo, doja të thoja vetëm një gjë. Unë edhe atëherë kur isha e zhgënjur nga qarqet letrare, edhe në çdo çast kur kam pasur zhgënjimet e mia, kanë qenë njerëzit e thjesht, pikërisht këta dëgjues për cilën po flasim ne, ata që kanë qenë nxitja ime kryesore, që më kanë dashur edhe që më duan akoma, duke ndjerë afërsinë e tyre, ky është kënaqësia ime më e madhe. Kjo më ka bërë që unë të vazhdoj dhe do të vazhdoj akoma pavarësisht nga zhgënjimet, do përqendrojnë gjithmonë atë dashuri të dëgjuesve, të lexuesve që nuk rresht asnjëherë. Kështu që i falenderoj vërtet me gjithë zemrën. Ndihet në gjithë krijimtarinë tënde dhe në gjithë atë faktin që ti vazhdon edhe të janë huazuar gjërat, të janë përvetësuar gjërat dhe janë bërë tonat përmes këngëve tua të bukura, që janë memorien tonë. Faleminderit. Kështu që të falenderoj shumë që pranove ftesën, që ishe me ne, që ndave emocionalisht, thjeshtësisht mesazhe që do të mbeten mendjen e dëgjuesve edhe në këtë dritare të vogël, por me një shpirt shumë të madh brenda. Sandri, përshëndetje tënde. Do ta donim për ta mbyllur emisionin. Me siguri ka një pyetje akoma për të bërë. Po, ka pyetje më. Koha ka mbaruar. Nuk. Irma, e meritoj tani atë që më premtove dje. Është sjellur mirë. E meriton, je sjellur mirë, po. Okej.
Të falenderoj shumë, të jam mirënjohës në radhë të parë unë, për atë që je, për atë që demonstron, për këtë lloj thjeshtësie kaq fantastike, sepse je një emër, je një personazh për të cilin ne të gjithë duhet të themi faleminderit që je, faleminderit që të lexojmë dhe faleminderit që na prezanton me kaq shumë dinjitet, jo vetëm në Itali, jo vetëm në atë pjesë të shqiptarëve të Shqipërisë që të lexojnë, por në të gjithë botën. Faleminderit në mbrëmjen show dhe unë kërkoj që këtë mbrëmje sot, Sandri, ta përfundojmë me një duar trokitje për këngëtaren, artisten, krijuesen edhe këtë vajzë të shkëlqyer që ka mbetur vajzë në çiltërsinë edhe në mendimin e saj të kristalit. Faleminderit. Ju falenderoj me zemër. Faleminderit. Atëre, ju uroj të gjithë dëgjuesve, ju jap një mbrëmje të qetë për të gjithë edhe njëkohësisht falënderime të jashtëzakonshme shpirtërore që ishit me ne edhe pas shkëputjes që patëm për arsye teknike. Natën e mirë dhe miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm, ku një i dëgjues tjetër me shumë emër do të spikas me këtë emision. Natën e mirë të gjithëve. Natën e mirë.